Po shikojmë shenjën britsjap, çfarë rezononte britsjapi në këtë pjesë kohe. Të britsjapi i përket identitetit femër, gjendja ju është rënduar, emocionet të ju janë shumë të forta, sikur keni pasoja ndaj vetvetes, nuk po e kontrolloni dot vetveten, mendimet i keni të lodhura, shkaku i këtij emocioni të fortë që ju ndodhen në këtë situatë është shkaku i një tradhtie nga një mike juaj ose nga një shoqe juaja. Shikoj që jeni në familje, keni një pjesë, mund të ndikoni nga një ditëlindje, mund të ndikoni nga një udhëtim dhe jeni të qartë, keni një përparësi dhe në tek ju ndriçon një dritë. Shikoj që jeni të plotësuar në familje, të plotësuar edhe në financë. Kjo kohë ke ju është shumë e bukur për të përcaktuar çdo plan tek ju dhe çdo ecuri kohe, çdo mendim. Jeni të lodhur, ke emocionet i keni të thërmuara, kërkoni shpresën, po jeni të rrethuar në shumë pjesë, jeni futur në një klllapi në vetvete, po gjithsesi po projektoni dhe po mendoni si ta arrijun të hap një derë, keni dyert e mbyllura, e mendoni të derën e mbyllur të jetës tuaj, po qani në këto kohë dhe nuk keni siguri, po shumë shpejt vjen një lajm, ju vjen një projekt tek pjesa e universit dhe ju dini nga kjo pjesë gjendja, ju vjen një dritë shumë shpejt dhe kalon në këtë lloj situate, nga situatë e vështirë dini një situatë drite. Tek identiteti femër, vuani nga një pjesë shpirti, gjendja shpirtërore tek ju është shumë e rënduar, po qani në të pjesë kohës sepse mendoni që dashuria tek ju është ndaluar, është e tratuar, jeni goditur në pjesën e dashurisë, keni një fortunë përpara vetes, e shikoj që mendoni që unë jam e tharë në pjesën e dashurisë, kam mendime të paqarta dhe kam sfida përpara vetvetes. Po jeni lënduar për këtë arsye sepse keni pasur një dashuri përpara dhe ka ndodhur e njëjta gjë në rrjedhën tuaj të dashurisë. Mund të keni një diplomim në këtë kohë, mund të keni një rezonim të ri pune, dhe do festoni, domethënë, diplomimin tuaj, urimin tuaj, prezencën tuaj në këtë kohë. Është shumë shpejt kjo pjesë që do merrni një vendim të bukur ndaj vetvetes dhe merrni një urim të qartë. Tek identiteti mashkull, e shikoj që këtë kohë keni një përparësi, jeni i lumtur, po festoni, domethënë, gëzimin tuaj, jeni përmbushur në jetë, keni bërë çdo lloj projekti, jeni i gatshëm të frekuentoni çdo pjesë e bukur jete. Njëkohësisht keni një prezantim të ri dashurie dhe kjo dashuri që ju po prezantoni në këtë kohë është dashuri madhështore dhe keni shumë fat, keni një shans të paparë dhe keni shumë rrjedhë të bukura mbas kësaj kohe. Sa i përket femrat, po vendosin qetësinë, mendojnë qetësinë, e kërkojnë të qetësinë e tyre, kërkojnë universi të vendosi disa mesazhe të bukura tek ato, po gjithsesi unë shikoj që kanë 5 vendime të forta dhe ka një dritë brenda vetes, drita tek ato jep mendime të qarta, jep çlirim shpirtëror dhe dashuri të pastër. Çfarë mesazhe do jenë tek ato? Mesazhi tek ju është sepse ju jeni qartësu, jeni përmbushur në shumë pjesë dhe po e merrni me lehtësi punën tuaj dhe po vendosin diçka të bukur si kyç në kryesor tek vetvetja. Jeni kompletuar në familje, do vendosin diçka të re në familje dhe jeni i gëzuar sepse do keni udhëtime të reja dhe keni plane të reja në vetvete. Ndriçon diçka e bukur, mund të bleni diçka, mund të dëshironi një banesë, sepse unë shikoj ndryshime tek jeta juaj.
Në këtë kohë do jetë shumë ngjyra jeta juaj, do të thënë keni si kolor pentakular fati do jetë tek ju, keni më forcën, keni intuitën dhe keni më tepër është dikon dhe pak xhelozia, por gjithsesi keni dashuria është e përkryer tek ju dhe keni një lloj energjie, keni pajtime në këtë kohë dhe dashuria rrjedh tek ju.